Një pasdite vere në Bregdetin e Vlorës u kthye në një ngjarje të rëndë për një 18 vjeçar, i cili përfundoi në spitalin e traumës pasi incidenti me gomone pranë shpellës së Haxhi Alis. Sipas informacionit zyrtar, ngjarja ndodhi më 23 korrik 2026 rreth orës 16:30. Gjatë lundrimit, për shkak të detit të trazuar, i riu rëshiti në pjesën e motorit dhe pësoi dëmtime në disa pjesë të trupit. Ai u transportua fillimisht në Triport, më pas në Spitalin Rajonal të Vlorës dhe për trajtim më të specializuar në Spitalin e Traumës në Tiranë. Drejtuesi i mjetit Enea Isufi është proceduar në gjendje të lirë për veprën penale plagosje rënd nga pakujdesia. Përgjegjësia përfundimtare, megjithatë, mbetet për t'u përcaktuar nga hetimet e prokurorisë së Vlorës. Në pamje të parë, dokumentacioni i mjetit rezulton i rregullt. Gomonja kishte certifikat regjistrimi, leje lundrimi, siguracion, ndërsa drejtuesi dispononte leje të kategorisë C. Në bord ndodheshin vetëm 2 persona, ndërkohë që kapaciteti i lejuar ishte 12. Institucionet deklarojnë gjithashtu se mjeti kishte pajisjet e detyrueshme të emergjencës, lundronte në një zonë të lejuar dhe nuk kishte pasur shkelje të mëparshme. Pikërisht këto të dhëna e bëjnë ngjarjen më shqetësuese. Nëse dokumentacioni ishte i plot dhe kushtet formale ishin respektuar, si përfundoi një pasagjer në pjesën e motorit me dëmtime të rënda. Por as dokumentacioni nuk duhet të përdoret si provë automatike, se çdo standard sigurie ishte respektuar në praktik. Hetimi duhet të sqarojë shpejtësinë e lundrimit, pozicionimin e pasagjerit, kushtet reale të detit dhe masat mbrojtëse të mjetit. Policia kufitare deklaron se gjatë sezonit turistik 2026 ka kryer 3448 kontrolle, ka vendosur 67 masa administrative dhe ka ndëshkuar 3 mjete për bregëzim të palejuar. Por numri i kontrolleve i vetëm nuk provon aktivitetin e sistemit. Qytetarët duhet të dinë çfarë kontrollohet realisht, vetëm dokumentacioni apo dhe gjendja teknike, pajisjet e shpëtimit dhe siguria fizike e pasagjerëve. Duhet të bëhet e qartë edhe se si përdoren të dhënat e inspektimeve për të identifikuar operatorët problematik dhe për të parandaluar aksidentet. Rasti duhet të shërbejë si test për sistemin shqiptar të sigurisë detare. Në det certifikatat janë të domosdoshme, por ato nuk shpëtojnë jetë. Nëse kontrollet nuk janë reale, rregullat nuk zbatohen dhe përgjegjësitë mbeten të paqarta.